Të gjitha kemi parë që prajmi i djeshëm ishte prajmi me më shumë situata dhe më i tensionuar se kurrë. Megjithatë, sërish mban stafetën një nga ngjarjet më dramatike deri më tani. Bëhet fjalë pikërisht për situatën mes Mateos dhe Brikenës, një çift i cili apo dy banor të cilët e pëlqejnë njëri tjetrin por refuzojnë ta shprehin atë. Ditën e djeshme u shfaq klipi ku Mateo kishte treguar historinë e ndarjes së tij me Brikenën, pra që daja e saj dhe babai i saj nuk e kishin lënë atë që të takohej më. Dhe për shkak të kësaj ngjarje të dy kishin vendosur ta lënë përgjysmë marrëdhënien e tyre. Edhe pse Brikena shprehej që nuk ka pëlqim për Mateon, duket se kjo është një gënjeshtër e bardhë saj. Pas gjithë këtyre, ajo është ndjerë shumë e ofenduar ndaj Mateos dhe ka filluar të qajë, ndërkohë një surprizë e bukur ka produksioni i erdhi brenda në shtëpi. Mamaja e saj ishte pikërisht në oborr, ku edhe e ka takuar Brikenën. Nga shëruar me lot, ajo ka përqafuar nënën e saj, megjithatë nëna nuk i ka treguar asnjë mangësi apo diçka që ajo nuk e ka bërë mirë. Mamaja e Brikenës ka shprehur që ajo është shumë krenare për vajzën e saj. E megjithatë, në pyetjen e Ledionit, nëse dëshiron t'i thotë diçka Mateos për ngjarjen që ka ndodhur, ajo thjesht i ka uruar të fala dhe kjo gjë ka qetësuar edhe Brikenën edhe Mateon. Megjithatë, fill pas mbarimit të prajmit, ishte Mateo ai që ka shkuar dhe i ka kërkuar ndjes Brikenës. Edhe pse ajo nuk e ka ndjerë që ta falë, sërish është e bukur ta dëgjosh në momentin që dikush kërkon falje kur ka bërë diçka të gabuar. Po juve çfarë mendimi keni për këtë situatë? A mendoni se midis Brikenës dhe Mateos ka ndjenja të vërteta apo të gjithë këtë histori po e përdorin për lojë? Dhe nëse po, kush nga këta të dy? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit ton. Ju faleminderit.